Më pas ka ardhur një aksident me fatalitet. Është shumë e qartë se kush e bën menaxhimin edhe ka ku do ta bartë edhe pasojat. Këtu na shohim që ai dhe veç të rrshit me vite, jo vetëm tash, por që një vite kësaj dhe është jashtëzakonisht me një ritëm shumë më shpejt të rrshitjes së dhëvt, edhe pikërisht nuk është menaxhimi i nivelit ult e ka sjell deri në këtë situatë që të ndodhin edhe aksidentet me fatalitet. Pikërisht është ajo që ka qenë dheu i mbrojtën me murin e prej gurit, po megjithatë ai muri ka shit edhe pikërisht momentin e kalimit fatkeqësisht, momentin e kalimit automjet ajo ka mbi automjet. Pra ishte dashur të kishte edhe sinjalistik, por edhe mbrojtëse të dhejën. Sigurisht ai dhe nuk ka shit më njëherë. Ne kem pa, unë kam kaluar ato dhe kam pa gjendjen e tillë në rrugë se çish ka qenë. Ajo ka qenë veç e tërhequr prej murit komplet me mujt të tërë, edhe ai vetëm që ka prit moment kur t'i krijohen kushtet për me rënë rrugën e shëritën e qarkullimit. Edhe ndodhi. Do të ndodhi, fatkeqësisht ndodhi me fatalitet. Megjithatë nuk pati ndonjë reagim nga institucionet. Kush është fajtur në këtë pjesë? Nuk ka pas reagim edhe nuk ka pas edhe për raste tjera. Edhe të raste tjera s'ka pas asnjë reagim. Tek me sa dëgjova ministri tash i ka do 4.5 milion euro gjëja për mirëmbajtjen edhe për eliminimin e atyre farë pengesave, rrshitjeve dhe ato probleme. Kjo të kallëzon ty se që një vit që ka ndodhur ajo